Hani një thelpi hudhër çdo ditë dhe do të befasoheni. Hudhra është një nga bimët që përdoret zakonisht si aromatizues në ushqim. Me kalimin e viteve, hudhra është e përdorur edhe si një ilaç në parandalimin dhe shërimin e disa gjendjeve të ndryshme. Disa njerëz e përdorin vajin e hudhrës për të trajtuar fytyrën, heqjen e puçrave, lythave e të tjera. Por përdorimi i hudhrës te njerëzit që kanë probleme me mëlçin ose infeksione në sy mund të ketë pasoja të rënda. Njerëzit që vuajnë nga diarreja jo bakteriale duhet të tregojnë të kujdesshëm edhe me konsumin e saj. Sipas The Healthy Side, ka disa raste ku hudhra duhet të evitohet nga dieta juaj dhe ato janë: personat përpara operacionit nuk duhet të konsumojnë hudhër. Personat që do t'i nënshtrohen në mënyrë kirurgjikale nuk duhet të konsumojnë hudhër 2 javë para operacionit. Grashtatxana dhe ato që ushqejnë fëmijën me xhi duhet të evitojnë konsumin e hudhrës pasi mund të ndikojë në cilësinë e gjithëdhënies. Njerëzit me tension të ulët dhe ato që kanë probleme me sy duhet të evitojnë konsumin e hudhrës.